Një ekip i tërë profesionistësh po punojnë për panairin ndërkombëtar të turizmit Kosova 2025 me qëllim që çdo detaj të jetë në përpikmëri. Angazhim maksimal sepse përgjegjësia është e madhe. Kjo është qendra më e madhe dhe më funksionale e shpallur për vitin 2024 në Evropën Juglindore. Andaj mu këtu do të mbahet panairi ndërkombëtar i turizmit Kosova 2025 në datën 10 dhe 11 prill. I organizuar nga Unioni i Turizmit të Kosovës në patronatin e komunës së Prishtinës me mbështetje nga institucionet e vendit dhe nga shumë partnerë të tjerë. Këtu do të gjeni parking të mjaftueshëm, ambient fantastik me infrastrukturë moderne, ku me 10 dhe 11 prill do të mirëpret mbi 340 biznese të turizmit nga 16 shtete dhe një numër rekord të vizitorëve. Po ashtu do të ketë shumë aktivitete në interes për vizitorët dhe për ekspertët e turizmit. Shumë prezantime, panele diskutimi dhe loja shpërbyese mbi 30 shpërbime në vlerën minimale prej 100 eurove. Kjo nuk është e tëra, do të ketë edhe mundësi punësimi për vizitorët. Të gjithë së bashku për një prezantim të Kosovës sonë, për një pasqyrim të imazhit të vendit tonë, andaj urtojnë të gjithëve që me datën 10 dhe 11 prill të na bashkojnë në këtë vend, ku kjo qendër do të kthehet në qendrën e turizmit. Jam vjen ta vizitoni, ju mirëpresim.